Auditimi ka zbuluar parregullsi serioze në një kontratë për mirëmbajtjen dhe riparimin e deponive sanitare dhe stacionit të transferit, duke përfshirë tejkalime të mëdha të kostove të kontraktuara me një shumë prej 958.189 euro. Jemi duke përmirësuar sistemin tonë të raportimit të brendshëm në mënyrë që institucionet dhe publiku të shohë se ku dhe si po shpenzohen fondet publike, që kjo kontratë është inicuar dhe zbatuar nga menaxhmenti i mëparshëm para se unë të merrja këtë pozitë. Auditimi ka zbuluar parregullsi serioze në një kontratë për mirëmbajtjen dhe riparimin e deponive sanitare dhe stacionit të transferit, duke përfshirë tejkalime të mëdha të kostove të kontraktuara me një shumë prej 958.189 euro, shumë më tepër se sa kufit që ligji i prokurimit i lejon. Mospërputhje me rregulloret financiare dhe të prokurimit që kanë quar në shpenzimet pa nevojshme dhe jo efikase. Mungesë e mbikëqyrjes adekuate, duke rezultuar në pagesa për punë të paplota, të padokumentuara ose të pajustifikuara. Miratimet pa autorizuara për shërbime, pa nënshkrimet e nevojshme, apo bëjmë rishikim të plot të brendshëm, gjë që e kam bërë prej ditës kur jam emëruar për të shtuar masat e kontrollit të brendshëm, dhe si pjesë e këtij angazhimi është edhe ky auditim dhe gjetjet që ky auditim i ka bërë. Kemi bashkëpunuar në vazhdimsi me institucionet relevante dhe jemi duke bashkëpunuar me gjitha institucionet, qofshin ato zyra kombëtare auditimit, institucionet e rendit dhe ligjit, Agjencinë kundër korrupsionit dhe çdo institucion tjetër relevant për të ndihmuar në hetimin e kësaj çështje. Jemi duke përmirësuar sistemin tonë të raportimit të brendshëm në mënyrë që institucionet dhe publiku të shohë se ku dhe si po shpenzohen fondet publike, duke garantuar që operacionet tona të mbeten plotësisht transparente.